akoma. Pra, metoda e këtij ka marru. Problemi është tashti që këtu, me këto zgjedhje, në një mandat të 4 që merr Edi Rama me distancë kaq madhe, këtu tash shtrohet problemi. Ore, me këtë fushë të hapët që ka Rama se është brenda natyrës njerëzore. Po shkon ajo shpresa se nëse ndërtum do të as pluralizmin real, as demokracinë reale. Drejt monokracisë. Po shkon drejt monokracisë. A do të kemi një pushtet autoritar me një pluralizëm fals? Kjo është, dhe a mendoni ju që njihni atë parti shumë mirë se mund të rindërtohet kjo parti më? Jo. Unë personalisht shiko, një mik bashkëudhëtar i të gjithë këtyre gjërave që tham, nuk po ja përmend emrin, sot kishte shkruar se kanë dalë një 2-3 analistë që thonë partia faj nuk e ka doktori, faj ne pas ka strukturat e partisë, thjesht partia do të reorganizohet dhe do të vazhdojë kështu siç është. Dhe ky miku jon, shoku jon, thoshte që partia nuk duhet të reorganizohet, duhet të rikonceptohet. Partia Demokratike, nëse duhet të rikonceptim, nuk kupton, po deshe mund të përdorim dhe termin rithemelim që u përdor përpara ja 2 vjetësh për rithemelim. Pra, rithemelim duhet përdorur, pra rikonceptim do thotë që të ndërtohet me parime të tjera, po kjo do të jetë një parti e re. Po pra, kjo parti nuk mund bëhet. Unë prandaj thash që nuk e thash rastisht, kjo duhet kishte dalë jashtë ligjit. Duhet kishte dalë jashtë ligjit, duhet ishte krijuar një parti tjetër nga forcat demokratike. Por është një diskutim shumë i gjatë, pse Shqipëria s'ka individualitete politike, pse janë shprishur Zembereku i shprishur motori i politikës. Politika flitet pak për këtë, për partitë politike. Në Shqipëri, partia politike është institucion shumë i rëndësishëm në modelin social ekonomik ekonomik politik që po përpiqemi të ndërtojmë ne. Në parti unë duke qenë ne kemi krijuar forumin rinor të PD-s bashkë me Ridvan Peshkëpin, Romeo Karajën e të tjerë që në 90 e njihshin dhe na u dha rasti të shkojmë të flasim, të vizitojmë forume të rinisë të partive popullore, të qendrës djathtë në Evropë dhe edhe pash e kuptova shumë mirë se kush ishte mekanizmi i brendshëm se si këto parti përgatisin politikanët. Prandaj mund të ndodhin katastrofa shumë të mëdha politike në Itali, siç ka ndodhur me Tangentopulin e me shumë gjëra tjera, po atje gjithmonë dalin figura të reja siç doli Meloni që për mua është një kryeminist i shkëlqyer, domethënë është një politikanë e shkëlqyer. Nuk e mendoja kështu në fillim, të jemi sinqert. Apo siç kanë dalë të tjerë, të cilët në një moment caktuar me idetë që nxjerrin, bindin elektoratin, marrin vota dhe marrin fatet e vendit në dorë. Tukë ne kjo gjë s'po ndodh. Pse? Sepse nuk ka, sepse është prishur motori i partive politike po thënë vetëm një fjalë, me katapultimet, të cilët filluan që në vitin 92. Katapultimi në politik është vdekje e sistemit politik. Po të duash mund të flasim, e njëjta gjë ka ndodhur edhe sot. Katapultohen, bëhet lista e mbyllur e deputetëve me njerëz katapultuar. Në të dyja partitë, po flas vetëm për PD. Dhe Parlamenti 92-shit ka qenë shumë më mirë si kualitete. Ishin njerëz që kishin një profil, do të gjithë vinin nga sistemi komunist, sa ishte, por kishin një profil. Filloi seleksionimi që në parlamentin ai është parlamenti 91-shit, ai është parlamenti ke përfundu, domethënë ke njerëz banal, se s'po përmend emra se mund t'i përmend. Po sepse janë zgjedhur mbi kriteret e tjerë, ose Shqipëria nuk ka 100 intelektual, po janë zgjedhur mbi kriteret e besnikërisë dhe për të qenë instrumente të caktuara politik.